الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vëllezër, jemi në kapitullin e sabrit akoma, nga libri Riyadus Salihin. Ka pas shumë hadithe në lidhje me sabrin. Kjo do të thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka udhëzuar ummetin e tij që të pajisen me këtë cilësi, pra me sabër. Dhe e dim se Allahu Jalla Jalaluhu ka qenë i kënaqur me sahabet, me gjeneratën e parë, dhe ata kanë qenë të kënaqur me Allahun Jalla Jalaluhu. Kur thot Allahu në Kur'an, radiyallahu anhum wa radu anhu. Pra Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun Jalla Jalaluhu. E këto njerëz, domethënë këto hadithe që i lexojmë, duhet patjetër me duhet t'i marrim me seriozitet dhe t'i implementojmë në jetët tona. Nuk është vetëm sabër me bë. Me të vërtetë domethënë në praktik e shohim se sahabët si e kanë bë. Këtë domethënë gjë që e don Allahu Jalla Jalaluhu, inna Allaha ma'as sabirin. Allahu është me durimtarët. Tani e kemi një hadith të gjatë përpara, ndoshta vetëm me këtë hadith do ta kalojmë ligjëratën. Dhe e shohim se subhanallah, sahabët po edhe gratë e sahabëve si kanë qenë domethënë as durimtar. Kjo gjë tregon se çfarë imani, çfarë besimi domethënë të thellë kanë pas këto njerëz. Allahu qoftë i kënaqur me krejt ata. Hadithin e transmeton Enesi radhiyallahu an, i cili këtë ndodhi domethënë e ka pa vet, sepse është në lidhje me nënën e Enesit radhiyallahu an, kjo ngjarje. Thot Imam Neveviu rahimahullah, wa an Enes radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki. Enes radhiyallahu anhu tregon, thot Ebu Talha kishte një djalë që ishte i smund. Ebu Talha ka qenë burri i nënës Enesit radhiyallahu anhu. Domethënë Ebu Talha nuk është baba i Enesit. Baba i Enesit vdes, pastaj nëna e Enesit martohet me një burr tjetër dhe prej këtij burrit e ka pas një djalë ka qenë i smund. Pastaj thot fe kharaja Ebu Talha, Ebu Talha për punët e tij doli nga shtëpia, u largu, ndoshta ka shku lart dikund. Pastaj thot fe qubida as-sabiyu, dhe ky djali i vogël, domethënë vllai i Enesit ka qenë nga nëna, apo ky djali i vogël thot ndroi jetë. Pastaj falamma raja Abu Talha qala ma fa'ala ibni. Kur u kthy Abu Talha në shtëpi nga puna e tij, edhe tha çfarë ndodhi, domethënë si është djali im, tha. E pyeti gruan e vet, Sulejmin, si është djali im. Qalet Sulejm wa hiya as-sabiy. Tha Sulejmi, dhe kjo ishte nëna e fëmijës. Çfarë ka thënë? Huwa askanu ma kana. Ai është qetësuar dhe është më mirë. I tha këto fjalë. Ai është qetësuar dhe është më mirë. Dhe pastaj tha fa qarrabat ilayhi al-asha'a fata'asha. Enesi radhiyallahu anhu tregon se Sulejmi ja ka përgatit darkën burrit të saj, Ebu Talhas, dhe ja ofroi. Thumma asaba minha. Pastaj tregohet në transmetim se ndodhen domethënë mes bashkëshortëve që ndodhen mes burrit dhe gruas, ndodhin ato gjëra, domethënë marrëdhëniet intime që kanë bërë, domethënë Sulejm me burrin e saj. Shikoni, ka vdek djali Sulejmit. Dhe ajo tha është më mirë djali. Nuk i tregoi Ebu Talhas se ka vdek pra djali i tij. Falamma faragha qalet waru as-sabiya. Pasi që domethënë e qetësoi burrin e saj. I tha tani, pra kjo ka ndodhur në mëngjes. Tani varrosnja
djalin, i thot Ebu Talhas. Pra ka vdek djali. Subhanallah. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kur u bë mëngjes, pra kjo ka edhe një transmetim tjetër që do ta përmendim pak më në detaje, po transmetimi i parë është pak më i shkurt. Kur u bë mëngjes, Ebu Talha radiallahu anhu shkoi tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe e lajmëroi se çfarë ka ndodhur. Do me thonë me bashkëshorten e saj, edhe si se ka lajmëru, do me thonë se ka vdek djali, kështu me radhë. Pastaj, faqala e arastumul lejle, do me thonë, a keni fjet me bashkëshorten tënde, natën e kaluar, i ka thonë Ebu Talhas. Qale naam, ka thonë Ebu Talha, po. Qale, Allahumma barik lahuma, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë dua, o Allah, bekoj e këtë çiftin. Jepu bereqet. Fa waladat gulaman, dhe pas një kohë, pas 9 muaj, do me thënë, kjo Sulaim lindën një djalë. E lindën një djalë. Pastaj faqala li Abu Talha, ahmiluhu hatta ta'ti bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Enesi radiallahu anhu tregon, më tha Ebu Talha, mere këtë, do me thënë djalin që ka lind, vllai i Enesit është në fakt, mere dhe shko tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam, wa ba'atha ma'ahu tamarat, dhe i dha disa hurma. I dha disa hurma Enesit dhe atë djalin e vogël, posa lindur do me thënë, dhe disa hurma. Faqala sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhur Enesi me atë foshnjën, i ka thënë, a kje diçka me veti? Qale naam. Enesi radiallahu anhu ka thonë, po, kam disa hurma, do me thonë, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa madaghaha. E mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hurmë dhe e shtypi do me thonë në gojën e tij dhe ja hoq atë kocin, e shtypi hurmën dhe pastaj e ka bërë një gjë që është sunnet, thumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi as-sabiy. Dhe e mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë hurmën e shtypër që e kishte shtyp në gojën e tij mirë, e mori dhe e vendosi në gojën e këtij voglushit, do me thënë, që kish lind. Pastaj thot, thumma hannakahu wa sammahu Abdullah, muttafaqun alayh. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do me thënë këtë hurmën e shtypër e vendosi në gojën e foshnjës dhe pastaj jaliti atë mishin e dhëmbëve. Kësa i thujnë tahnik në gjuhën arab dhe është sunnet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja bani këtë dhe ja vendosi emrin këtij djalit vogël Abdullah. E tash unë nuk hina në detaje. Kjo është teksti i hadithit që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, hadithi është i saktë. Këtu ne fillimisht shohim sabrin, imanin, besimin, bindjen në caktimin e Allahut të kujt, të Sulaimit, radhiyallahu anha. Do me thënë nanës Enesit. Nanës, do me thënë atij djalit Ismun që kështë ndru jetë. Dhe ajo do me thënë, subhanallah, shikoni çfarë, do me thënë, mençurie. Kur i erdh Ebu Talha që mos e mbërzita atë, që t'ja ruje qetësinë, ta përballojë këtë sprovë, se e dinte se Ebu Talha normal e don fëmin, por nona a nuk e don fëmin, e don, ama ajo donte ta qetësoje burrin e saj dhe e bani një lojë, do me thënë me fjalët, tha është më i qetë tani. Është më i qetë, është më mirë. Ajo do me thënë niyetin nuk e kishte të gënjej. Në këto raste, lejohet të bëhen për maslaha, do me thonë për të bërë diçka më të mirë, ose për të shpëtuar nga situata e keqe, ose prej sherrit, për të bërë, do me thonë, në një mirësi, lejohet përdoren disa fjalë që në esencë nuk ishte gënjeshtër ajo. A ishte më mirë ai djalë që ka ndru jetë, kur ishte i smund vuante, apo? Kur ndroi jetë, fëmijët nuk kanë gjunahe, po ashtu janë fëmijët e muslimanëve. Do me thënë, dhe ndërmjetësoja për prindërit e tij, tani është më mirë. Dhe e qetësoi burrin e saj, i përgatitit darkën, pastaj edhe
kishin domethënë marrëdhëniet që kanë burri me gruan. Dhe pas kësaj, pasi që ai u qetësu burri, i tregoj. Tha, mund ta varrosish djalin. Subhanallah. Mund ta varrosish djalin. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur njoftohet me këtë ngjarje nga Ebu Talha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pyetën se a keni pas, domethënë atë marrëdhënien që e ka burri me gruan, po. Allahu xhalla xhelaluhu u dhash bereqet. O Allah, jep u bereqet dhe Allahu subhanahu wa taala pa dyshim i pranon lutjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe Sulejmi mbet shtatzan. Apo mbet me bar dhe tregohet. Pastaj e kemi edhe një transmetim poshtë. Njëri prej ensarëve thot, e pash Abdullahin, ki djali që lindi pastaj me lutjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. U rrit, u bë burr, u martu, 9 djem kisht, secili ishte hafiz. Subhanallah. Duaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe sabri i imani i Sulejmit, çfarë bëri që ai bereqet vazhdoje te nipërit e saj, apo te nipërit e Ebu Talhës, sepse djemtë e Abdullahit janë, domethënë nipërit e Sulejmit. 9 ishin të gjithë merreshin me Kur'an, ishin hafize, e kuptonin Kur'anin dhe Allahu xhalla xhelaluhu për shkak duas së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u dha bereqet domethënë këtij çiftit dhe atij djalit që lindi domethënë pas një vjeti parafërsisht. Pastaj këtu e shohim edhe një gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi ky fëmijë e kish zakon ensarve kur u lindte ndonjë fëmijë ose në Medinë kur lindshin fëmijët e sahabëve, sahabët i dërgonin fëmijët tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam merrte një hurmë e shtypte, për shtypte domethënë mirë në gojë, pastaj e merrte atë e vendoste në gojën e foshnjës. Kësaj i thajnë tahnik. Këtu ka disa urtësi. Urtësia e parë është, domethënë gjëja e parë që të arrijë në stomakun, në lukthin e bebes, të jetë pështima e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është bereqet. Dhe kjo është prej veçorive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sahabët kanë kërkuar bereqet nga Allahu xhalla xhelaluhu me pështimën, me ujin e avdesit, me qimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kështu me radhë. E kjo është urtësia e parë. Edhe në transmetimin tjetër do ta shohim se Sulejmi çfarë thot. E ka parasysh këtë bereqetin dhe thot një gjë që do ta marrim pas pak inshallah taala. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu prej urtësive të tahnikit, domethënë vendosja e hurmës në gojën e foshnjës, është që hurma është një gjë e shëndetshme. Gjëja e parë që shkojë domethënë në lukthin e foshnjës të jetë hurma. Me një transmetim tjetër të këtij hadithit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ja vendos hurmën, domethënë kësaj foshnjës, apo këtij djalit, kur ja vendos, ai fillon ta përtipe, ta lëpije, ta çojë domethënë në lukt dhe thot, këtë të Medinës se i kanë qef hurmat, thot, sepse ka qenë prej ensarve domethënë kjo foshnjë. Medinja dihet një vend që domethënë kultivohen domethënë hurmat, edhe shiten, edhe bëhet tregtia kësaj, po edhe domethënë konsumohen hurmat me domethënë të shumt. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, këto të Medinës sa i duan hurmat dhe buzëqeshin atë. Po ashtu ja vendos emrin Abdullah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë me një hadith të saktë, Allahu xhalla xhelaluhu ose te Allahu xhalla xhelaluhu emrat Abdullah dhe Abdurrahman janë emrat më të dashur. Emrat më të dashur tek Allahu janë Abdullah dhe Abdurrahman. Dhe është prej obligimeve të prindërve, prej obligimeve të para është që të vendosin emra të bukur, që i do Allahu, janë me kuptim të mirë, të vendosin domethënë fëmijëve të tyre. Sepse emri ndikon me të vërtet në karakterin e fëmijës. Nëse i vendos emër të keq, mund domethënë edhe të cilësohet me atë kuptimin e atij emri, po edhe nëse është emri i keq, njerëzit tjerë tallen dhe kjo ndikon karakterin e personit e kështu me radhë.
emra të mirë, domethënë duhet të vendosen fëmijëve, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë sahabe va kanë ndru emrat. Kur kanë qenë emrat këqij, si Zjar, Flak, va ka bu Abdullah, va kanë ndryshu, Abdurrahman. Aliu radiallahu an i ka lind djalë, ka dash që të vendosë emrin Harb, që do thot luftë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë jo. Ja ka vendos Hasan. I ka lind djali tjetër, Aliu radiallahu anhu është dhëndri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo? Domethënë Haseni, Huseini janë nipërit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur i lindi djali tjetër Aliu radiallahu anhu, domethënë nga Fatimia, ai përsëri donte t'ia vendosë emrin Harb. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo ka thënë Husein. Dhe pas i ndroi jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Aliu radiallahu anhu i lindi djali i tretë. I thanë vinja Harb. Ai ka thonë, di herë unë desha t'ja vi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk desht, tash edhe unë s'du, ka thonë. Subhanallah. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja vendosi emrin Abdullah këtij djalit vogël. Në transmetimin tjetër, përsëri do ta lexojmë edhe këtë transmetim, wa fi riwayatin li Muslim, në transmetimin e Muslimit, mata ibnun li Abi Talha min Ummi Sulaim. Një djalë i Ebu Talhas nga Ummu Sulejmi që e kishte nga kjo grua, i vdiq. Fa qalet li ahliha, dhe kjo Ummu Sulejmi u ka thonë familjarëve, domethënë të shtëpisë, aty Enesi ka qenë ndoshta motrat e Enesit, vëllezërit e kështu me radh, ka thonë la tuhaddithu Aba Talha bibnihi hatta akuna ana uhaddithu. Mos i thuni asgjë Ebu Talhas për djalin që domethënë i ka ndru jetë, derisa unë ti tregoj. I ka thonë domethënë familjes, askush mos i thase, Ebu Talhas asgjë, unë di tregoj. Pastaj thot fajaa faqarrabat ilayhi asha'an faakala wa shariba thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik. Thot ka ardhur Ebu Talha dhe kjo ja ka përgatitur darkën dhe pastaj është stolisur kjo Ummu Sulejmi, është zbukuruar për burrin e saj dhe pastaj domethënë kanë pas edhe marrëdhënie intime. Pastaj thot falamma an ra'at annahu qad shabi'a wa asaba minha qalet. Kur e pasi Ebu Talha u qetësu. Atëherë i ka thonë Ummu Sulejmi, ja Aba Talha. O Ebu Talha. Ara'ayta law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baytin فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم. Thot, o Ebu Talha, këtu transmetimi tjetër shikoni man detaja është. Shikoni çfarë grua, kjo sahabesh, kjo ensarije. Thot, o Ebu Talha, nëse domethënë disa njerëz u apin hua, borç, disa tjerëve. Dhe pastaj kur vin koha u alipin. A kanë drejt këto që kanë marrë borç, domethënë ti pengojnë, mos vajapin? Ebu Talha me njëherë thot, jo s'kan drejt, duhet japin. Thot, mendoja kështu djalin tant. Mendoja kështu djalin tant. Allahu na ka dhënë dhe ai domethënë na merr kur të doj. S'kemi drejt ne domethënë të ankohemi dhe i thot kështu. Fahtesib bibnika. Fahtesib. Domethënë kërko shpërblim pra me djalin tënd. Mendoje kështu edhe djalin tënd. Allahu na ka dhënë, Allahu na ka dhënë, ai na ka dhuru. Dhe kur don na merr. E kështu domethënë kërko shpërblim tek Zoti yt, ka thënë. Pastaj qale fa ghadiba. Në këtë transmetim ka një detaj, thot, kur e mori vesh Ebu Talha se djali i ka vdek, ndërsa gruaja i kishte thënë se është më mirë, apo është qetësu, është më mirë. Kur e kuptoi se ka vdek, u nervozu. Tha, njëherë më bane gjunup e tani më tregoj se djali më ka vdek. Dhe pastaj thot, shkoi Ebu Talha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mëngjes. Dhe e lajmëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në detaje se çfarë ka ndodhur. Çfarë i ka thonë gruaja, çfarë ka bën mbrëmje, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë dua. Barakallahu fi lejletikuma. Allahu u dhasht bereqet në atë natën e kaluar. Ju dhasht juve bereqet. Qale fe hamelet dhe mbet shtatzan, pra mos i përsëritim shumë. Dhe pastaj
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një udhtim për luftë, për xhihad. Ebu Talha ish pit parëve që merrte pjesë në xhihad. Por e kishte shtatzon gruan. Do me thonë kjo ka ndodhur ndoshta pas disa muajve. Do me thonë që ka mbet shtatzon dhe ashtu është sipas transmetimit dhe dalën dhe edhe Sulejmi merr pjesë. Ebu Talha bashkë me gruan e tij dalin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë udhtim. Dhe kur kthehen prej udhtimit, fillojnë ato dhimbjet e lindjes te kjo grua. Kjo kishte me shtatzon, do me thënë para 9 muaje të themi. Fillojnë dhimbjet dhe Ebu Talha detyrohet që qëndrojë, do me thënë me këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet për Medinë, por Ebu Talha e bën një lutje. Ebu Talha thot: "O Allah, do me thonë unë e kum ditë se në këtë gjendje e kam gruan, por nuk dojsha të ri larg xhihadit, larg luftës. Nuk doja ta lej pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pa mbështetje. Kështu ishin sahabet. Nuk shikonin një abe mes me kanun e çfarë bëhet. Jo. Secili, do me thënë ka pas dëshirë të marrë pjesë, të marrë shpërblim te Allahu xhel xhelalu, të fitojë shahidllëk. Kështu ishin sahabet. Dhe doli me gruan shtatzon dhe gjatë kthimit filloi dhimbjet e lindjes. Dhe kur u ndal e bën një lutje Ebu Talha: "O Allah, ti e din se sa un kam dëshirë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dal prej Medinës dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të futem në Medinë. Bani dua." Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon rrugën që u ndal se gruaja është në gjendje kritike, në lindje domethënë. Dhe pas kësaj Sulejmi thot: "Vazhdojmë rrugën", thot. Çfarë grua, subhanallahu. Thot: "Nuk kam dhimbje." Ndoshta po Allahu e pranoi lutjen e Ebu Talhas dhe bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u fut në Medinë. Pasi që u fut në Medinë, fillon dhimbjet e lindjes dhe e lindi Sulejmi Abdullahun dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e bën atë tahnik që e përmendëm, domethënë i dha hurma, e emërtoi domethënë me para se domethënë ta përfundojmë hadithin. Këtu ka edhe një detaj në këtë transmetim, kur e lindi, Sulejmi tha: "Mos i jap askush asgjë fëmis, as vet nuk i ka dhënë gjë." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "T'ia çosh o Enes djalin, ai domethënë t'ia bëje tahnikin, atë hurmën me pështymin e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, t'ia jap atë se e dinte se bereqet ka anta. As vet nuk i dha qumsht, pa as familjar nuk i la tha askush, domethënë mos i jape asgjë, domethënë djalit tim, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë t'i bëje tahnik." Këtu vëllezër kuptojmë edhe një gjë. Ne kur flasim për sabrin te sahabet sidomos, shumica prej nesh i kujtohet më njëherë Bilali radiallahu anhu, apo kur ja kanë vendosur atë shkombin, atë gurin e madh në gjoks, kur e kanë torturu pse e ka pranuar Islamin. Na kujtohet Ammari që ja kanë vrarë para syve babën dhe nanën. Na kujtohen këto. Ama mos harrojmë se edhe gratë e sahabëve vallahi kanë pas sabër të madh. Duhet na kujtohet edhe Sulejmi se si e qetësoi burrin e saj, se si e priti shpërblimin prej Allahut subhanahu wa taala, pse ajo nuk kishte dhimbje, po nonat janë më të dhënta te fëmijët se sa babat, apo? Ajo domethënë çfarë bindje dhe çfarë sabri kishte. Pra, një popull për të përparuar, për të pas sukses, duhet të jenë të udhëzuar burrat dhe gratë. Nuk mjafton vetëm burrat. Dhe me dhon një shembull, domethënë se disa pejgamber që nuk i kanë pas gratë udhëzuar, si Nuhi, Luti alayhim assalam, e shohim se kanë ndikuar davetin e tyre, apo nuk kanë pas edhe shumë ndjekës. Kjo nuk do të thotë se kanë bën misionin si duhet. Ama kur s'ke një motiv nga brenda, apo një qetësi në shtëpi, subhanallahu, kjo ndikon. Po shihni pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, për krasin më të madh kënë kishte në fillim Hatixhen,
kjo ndikon me të vërtet në punën e burrit, domethënë çfarë punë të bëje, ndash davet, ndash tregti, ndash ndikon kjo në suksesin e tij. Prandaj sahabet ishin, domethënë gjenerata më e suksesshme, sepse i kishin edhe gratë udhëzuara. Dhe çfarë përfitojmë nga ky hadith, vëllezër? Përfitojmë nga fjala e Sulejmit, fahtesib bibnike, kur i tha burrit vet, kërko shpërblim të Allahu me këtë ndodhi, me këtë fatkeqësi, me këtë musibet që ndodhi me djalin tënd. Domethënë, me vdekjen e djalit tënd bën sabër o Ebu Talha dhe kërko shpërblimin te Zoti i gjithësisë. Prej tij kërko shpërblim. Edhe kështu bani Ebu Talha, çfarë ish bereqeti? Po Allahu va mori një djalë, va dha një djalë me duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bereqeti madh. Nën djem ai djali pat dhe kret udhëzuar me hafızlëk, me dijeni e kështu me radhë. Hadithet që janë lidhje me sabrin vazhdojnë akoma, po mendoj se nuk e di a kemi kohë edhe pak. Edhe atëherë do t'i marrim edhe di hadithe, inshallah taala, se janë të shkurt. Ose një hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. Tash dënjëherë na vin hadithet e gjata, dënjëherë të shkurt. Apo kështu është edhe jeta, dënjëherë vin sprovat, pastaj vin mirësitë, begatit, si Ebu Talhas dhe Sulejmit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith që është lidhje me sabrin thotë: nuk është trimëria në mundje, apo në ndeshje, në pilivan. Në mundje, domethënë të kundërshtarit, domethënë gjatë pilivanit themine. Por trimëria është kur njeriu domethënë e përmban ose e kontrollon nefsin e tij kur është i hidhruar. Domethënë trimëri e vërtet është kontrollimi i nefsit kur kemi zemërim, hidhërim, nervoz. Hadith i shkurt, po është shumë domethënës. Nga kjo hadith kuptojmë, domethënë një bot kuptim, sepse tek arabët kush ka qenë i fortë, kush ka qenë trim, ai që del i mundën krejt, i zron krejt. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, trimëria vërtet është ta kontrollojsh epshin tënd, domethënë nervozën tënd. Këto gjërat ti mbash në kontroll shumë më zort se me mund dikon tjetër, domethënë me fuqinë tënde. Domethënë fuqia e brendshme, jo fuqia e jashtme. Po ashtu çfarë kuptojmë nga kjo? Pak duhet ta zbërthej, domethënë të jetë më e kuptueshme. Për shembull, nëse e kemi një fëmijë dhe na vjen ndoshta deri te gjujni, apo është i vogël, bën belaja. Bën domethënë thën diçka, domethënë si fëmijë. Nuk është i dëgjueshëm. Nuk është i dëgjueshëm dhe ne nëse e rrafim atë, apo nëse e rrehim atë, kemi bën një gabim, sa ai është fëmijë, apo kemi bën një gabim. E këtu ta përmbajmë, domethënë ta kontrollojmë veten që mos e goditim atë. Kjo është domethënë trimëri. Kjo është fuqi e vërtet. Sepse ai kur dëboi 20 vjet, 25 vjet, kur dëboi dhe niset keqe, atëherë më thon, abe nuk e ngas, nuk e rraf. Nuk e rraf se unë jam sabërli, kjo është gënjeshtër. Se ti me rraf ai do të rrafë më shumë atëherë. Pse? Domethënë kontrollimi i nefsit kur ke fuqi vëlla. Kur ke mundësi ta bësh një gjë, po nuk e bësh, atëherë është sabër. Atëherë ke bë punë të madhe. Kur ke fuqi fizike, e kontrollosh vitin, nuk e rrafish gruan, nuk e rrafish fëmijën e vogël. Jo, mbas 70 vjet domethënë martesë ke bë, tash nuk e rraf. Po s'ke fuqi tash nuk pengon. Kur je i ri ke domethënë ndjenja tjera, apo e kontrollosh vitin. Edhe ajo është një lloj sabri, edhe kur i bësh 70 vjet, ama sabri i vërtet është kur e ke fuqinë në dorë, kur e ke fuqinë e nënshkrimit, je gazd, je drejtor, mund ta çesësh dikon pi pune, mund t'i bësh dikujt pa drejtësi, atëherë ta kontrollosh atë lapsin, apo
Jo kur je njëri i thjesht, pa post. Do me thonë, kur je i fuqishëm dhe e kontrollosh veten, ti je trim vlla. Kur s'ke fuqi, ti zati nuk je çare tjetër, pa tjetër ulesh, të heshtish, të rish, mos bësh dhe me thënë diçka se vete hash, dhe me thënë me një fjalë, a kupton? E kjo është dhe me thënë trimëri e vërtet, kur kemi fuqi, kur kemi mundësi, ta kontrollojmë veten, dhe me lejen e Allahu xhella xhelaluhu, atëherë do fitojmë. Atëherë do fitojmë, kjo është trimëri e vërtet, edhe ky hadith është muttafaqun alejh, transmeton Buhariu dhe Muslimi, dhe është i saktë. Në fund e lutem Allahun xhella xhelaluhu që të përfitojmë nga këto hadithe dhe të jemi sabërli, që ta fitojmë kënaqësinë dhe xhennetin e Allahut xhella xhelaluhu dhe mos e dëmtojmë vitin ton, familjen ton, rrethin ton me atë nervoz, do me thonë, se është lidhje këtu hadithi është me nervozën, ose do me thonë mos ekspodojmë që ta dëmtojmë, do me thonë dynjan dhe ahiretin ton. Ta mbajmë veten, të jemi sabërli se Allahu xhella xhelaluhu është me sabërlit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.